Në një vëzhgim të report të vënë në zonën turistike të Zvërnecit, vjet re mungesa e një plazhi publik të aksesueshëm për pushuesit. Në vend të shezlonjve, janë vendosur vetëm çadra nga bashkia. Për më tepër, kushtet e higjienës lënë shumë për të dëshiruar, në kontrast me pastërtinë dhe rregullin e plazheve private. Duhet bashkia duhet lardarkë. Për popullin, po këtu nuk shikoj të vinë njeri. Ky është plazh publik? Publik është. Pjesa privatit është privat, kurse këtu duhet ishte më pas. Në plazhin e vjetër mungojnë çadrat, rojet, pastërtia dhe çdo shërbim tjetër. Në Lungomare, vetëm një segment pranë ish Akademisë së Marinës, bashkia ka vendosur çadra dhe dushe falas, por pak më tutje, situata ndryshon. Në Orikum, plazhi publik është me zgurve, pa pastrim, pa kontenjer dhe pas një komoditet për pushuesit. Në Lezhë, sezoni veror ka nisur me një riorganizim të plazheve publike. Ndryshe nga Vlora, plazhet po mirëmbahen, por pushuesit paguajnë për shërbimin. Ne ofrojmë plazhin e lirë falas dhe pa pagesë, por ofrojmë në mënyrë opsionale kush don çadrat me këtë çmim që është miratuar, konkretisht është 400 lekë, në Talë është 300 lekë dhe në Rand Hedhon është 500 lekë. Në të gjitha stacionet tona të plazhit do të jetë kjo tabelë unifikuese e vendosur për t'i orientuar pushuesit që në momentin që ai do të shkojë të marrë një shazon tonin, do të ketë kuponin tatimor. Për dallim nga viti i kaluar, plazhi publik tani shoqërohet edhe me shezllone, që do të thotë se vërtet është një lëvizje, ka pozitiviteti në aspektin e asaj çfarë nënkuptojmë neve barazi sociale. Me një vijë bregdetare prej 52 kilometrash, nga Rana e Hedhun deri në Tale, janë lënë 268 parcela për plazhe publike.